Po ku je vlla? S'të kam pa ndonjëherë, po ku je vlla? A je mirë? Mashallah. Tashi merremi me gjona të vogla artistike. Përpiqemi të bëjmë art, le të themi, për gjithë ata që e kuptojnë, e adhurojnë, e duan ose më saktë ju pëlqen. Nuk e di se pse këto florirat, këto gjërat, ë? Atëherë dan. Dan. Çfarë të vjen në mendje ty gjëja e parë kur flasim për danin vlla? Se e ke edhe në pikturën e bluzës. Shumë ritëm, shumë tension, shumë aksion, shumë çdo gjë shumë, domethënë çdo lloj zhanri të mund. A nuk janë ja dy gjëra që të vinë në mendje? Jo këto domethënë. Ka sa, po këto janë dy topkat e arta. Dakor? Këto të bëjnë zarar. Për çfarë lufton njeriu ore? Rrot luftoj për lirira, për gjona të tjera, të shkojnë gjymojnë topkat e arta. Jo, nuk i vë faj, dhe mu të më kishin humb. Vallai. Voto do kisha kërku vlla. O lale, për Florinin që kanë ato, edhe unë gjymosh ajo nga mbrapa po. Flasë kupton. Me paterica. Bijut e familjes. Bijut e familjes. Referenca nga trashëgimi familjar. Ta kthemi çik serioze se eskaloj muhabetin. Po serioz me këtë anime po. Është vështirë, shumë e vështirë. Është një anime vëlla që nis shumë bukur. Që në episod të parë ti shef një alien robotik që kap një vajzë, le të themi, minorele. Gjimnazista. Kupton çfarë mund të bësh ti aty, kuptoj ai alieni kërkon bananën e një djalit thjesht.